Ky është gabimi më i madh që bëni gjithmonë me flokët e lagur. Të gjithë e dim tashmë se flokët e lagur janë delikatë dhe veprimet me to shpesh mund të çojnë në dëmtim të tyre, por ka një këshill që duhet marrë në konsiderat dhe nuk duhet harruar. Çfarëdo që të bësh, flokët nuk duhen krehur ndërsa janë të lagur. Estetistët japin një arsye shumë të thjeshtë për këtë. Kur floku është i lagur, është në gjendjen e tij më të dobët. Kjo do të thotë se është më i ndjeshëm ndaj thyerjes. Nëse i kreh flokët të lagur, mundësia më e madhe është që të humbasësh flok, edhe për faktin që krohri tërheq një sasi të konsiderueshme me vete, aq më tepër kur mbi të ushtron forcë. Përveç kësaj, duke i krehur flokët ende pa u tharë, dëmton çdo fije dhe ndikon gjithashtu në maja të dëmtohen.